Nga 1 janar i këtij viti ka hyrë në fuqi ligji që vendos tavan për pagesat kesh 100.000 lekë për biznese dhe 500.000 për qytetarët. Çdo pagesë mbi këto vlera duhet të kryhet përmes bankave. Ky hap i rëndësishëm vjen në kohën kur nga viti në vit në Shqipëri është rritur sasia e paras kesh në qarkullim dhe vlerësohet pozitiv si për qeverinë ashtu edhe për institucionet bankare. Përfitimi nga kontrollimi i paras është i madh pasi arrihet të sistemohet dhe të rregullohet ajo para e cila është informale. Pra, në një farë mënyre duke kufizuar sasinë e paras fizike dhe duke përdorur paranë elektronike, shteti arrin të kontrollojë atë paranë e ardhur nga aktivitetet e palikshme apo nga shitja e pasurive të patundshme që vazhdon dhe bëhet në një masë të madhe në formën e paras fizike. Dhe në këtë mënyrë do të ketë një kontroll më të madh për ekonominë, do të marrë më shumë taksa, sepse kuptohet është një para e kontrolluar që kalon nëpërmjet sistemit bankar, dhe si e tillë shteti do të marrë tatimet e taksave. Edhe për sistemin bankar është e rëndësishme që të kemi një para elektronike, për arsye sepse në këtë mënyrë sistemi bankar është në gjendje të ofrojë më shumë shërbime, qoftë për bizneset, qoftë për individët, nëpërmjet kalimit nga sistemi bankar të gjithë të pjesës dërmuese të paras në formën e paras elektronike. Pasi, siç thash, edhe shteti mund të kontrollojë sepse shteti është i lidhur me bankat normalisht dhe kemi një kontroll më të mirë të sasisë së paras. Dhe pastaj nga ana e vet, bankat për punën e kredive, për dhënien e kredive, fillojnë dhe duke qenë që kemi një para elektronike, një para të kontrolluar, një para më shumë në bank, edhe transaksionet që do kryen nga bankat do të jenë në një sasi më të konsiderueshme. E në rastin kur kemi një sasi të madhe të paras fizike në treg, kemi dhe të themi një konkurrencë të palishme midis individëve dhe bankave, sepse individët, duke u nisur nga interesat e larta të bankave, ishin më të interesuar për të marrë, si të themi, hua apo kredi nga njëri tjetri, nga individ jashtë sistemit bankar, dhe në këtë mënyrë kjo ishte konsiderohesh si një humbje për sistemin bankar. Tani me hyrjen apo me shtimin e paras elektronike, kjo sasi e parave e kontrolluar nga bankat është në funksion si të bankave, ashtu dhe të qytetarëve, ashtu dhe të shtetit. Sasia e madhe e paras informale në treg ka dhënë efekte negative edhe në kursin e monedhave të huaja. Në rastin kur do të kemi një para elektronike, pra do të kemi më shumë para elektronike se sa para fizike, kjo do të bëjë që kjo do të ketë ndikim dhe në kursin e monedhës së huaj. Pra, do të kemi një kontroll mbi monedhët e huaja, kryesisht mbi euron. Tani, në treg kemi një sasi të madhe të euros. Kjo ka sjell një nënvlerësim të euros dhe një mbivlerësim të lekut. Në momentin që kjo para në treg do të paksohet, do të kemi me siguri një lëvizje të kursit të euros, pra një rritje të kursit të monedhës së huaj në treg. Në nëntor të 2025-s, paraja jashtë sistemit bankar në Shqipëri ishte 467.4 miliard ose 62 miliard më shumë se viti 2024.